ashabe, tabiinve, etbaj tabiinve, edhe gjithë atyre që e ndoqën, janë duke ndjekur dhe do të ndjekin në rrugën e tij inshallahu taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot me që jemi në brenda ditëve më të ndershme dhe më të vlefshme të muajt Dhulhigje, apo në 10 ditëshin e parë të muajt Dhulhigje, ju e dini mirë që muaj Dhulhigje është sezoni i haxhit. Muaj Dhulhigje është sezoni i kurbanit, apo është pragu i fillimit të përkujtimit të një feste jashtëzakonisht shumë të madhe. Nuk është thjesht vetëm fest, por është një përkujtim të cilin Allahu Gjeleshanuhu e përmendën edhe në Kurani famëlar, Allahu Gjeleshanuhu e përmendën edhe në kaptinën El Kauther, të cilën kaptin ju të gjithë me siguri edhe besoj që e dini. Allahu Gjeleshanuhu e përmendën edhe në ajetin kuranor të surës En'am 162, që do me thonë se rasti i kurbanit, rasti i urdhnit të Allahu Gjeleshanuhu për të therë kurban, është një rast të cilin vërtet muslimani dhe besimtari në përgjithësi, dashur vëllezër, duhet të analizojë mirë edhe duhet të shohë se çfarë është urtësia e kurbanit. Me që ne jemi tash, nuk jemi në hax, për haxhilerët janë dhënë udhëzimet nga udhëhecit e tyre hoxhallar. Ne këtu çfarë duhet bëjmë, që nuk jemi në hax, është shumë e rëndësishme, sepse jemi në 10 ditët e Dhulhigjes. Me siguri keni dëgjuar këshilla, rregulla dhe porosi nga hoxhallar të ndryshëm. Elhamdulillah, ka shumë incizime, shumë ligjërata në për rrjetet sociale për vlerën e muajt apo 10 ditëve të para të Dhulhigjes, të cilët lidhen edhe me Kurban Bajramin. Por çfarë në fakt është Kurban Bajrami, ose çfarë në fakt është kurbani? Kjo neve na intereson më shumë. Dashur vëllezër, duhet të kthehemi një 3500 vjet apo 4000 vjet para. Pse 4000 vjet? Sepse në ato kohëra ka jetuar një i dashur i Allahut, një i zgjedhur i Allahut Gjeleshanu, i cili ishte baba i gjithë pejgamberëve, ashtu e ka quajtur Muhamedi alayhis salatu wassalam, Ibrahimi alayhis salam. Nuk do të tregoj histori gjerësisht, ju historinë e kurbanit e dini përmendsh me siguri, edhe ajo nuk na intereson aq shumë si histori, sa na intereson më tepër si porosi edhe si psikologji. Çfarë në fakt simbolizon Kurban Bajrami ose kurbani në fakt? Sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam vetë ka thënë, kush ka mundësi të therë kurban edhe nuk pret kurban, ditën e Bajramit le të mos i afrohet xhamive tona. Me thënë, nuk është thjesht ajtë si vjetë nuk e theri, ajtë si vjetë nuk bëjë, kam bëham 25 kurbana, 25 vjetë, mendoj që ato desh do i kapi për brinesh edhe do më kalojnë urën e xhenemit. Nuk ka lidhje kjo, nuk do hipish mbi dashin, as mbi delën i dashurullah. Kurban Bajrami ka një porosi jashtëzakonisht të lartë ka, nëse kuptohet me iman dhe me logjik. Me iman dhe me logjik. Edhe kështu zaten duhet kuptohen të gjitha çështjet e Kuranit, jo vetëm çështja e kurbanit. Allahu Gjeleshanu e përmendën në surën En'am, ku i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, po sot na thot neve, kul inne salati wa nusuki wa mahyaye wa mamati lillahi rabbil alamin. Më thonë, 4 gjëra njeriu duhet të dorëzoj Allahu Gjeleshanu. Allahu i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, po ne tashmë Allahu na thot në këtë rast edhe neve tani, çfarë na thot? Na thot, o Muhammed, i thot Muhammed alayhis salatu wassalam, çfarë i thot Muhammed alayhis salam? O Muhammed, thuaj, kul inne salati, namazim, inne salati, që është shumë e rëndësishme. Shko, Allahu Gjeleshanu e ka filluar ajetin me namazin.
Pa namaz me kurban nuk hin xhenet. Pa namaz me kurban nuk hin xhenet, të dish. Pa namaz me haxhillëk, jo 7.000 euro, 7 milion euro nuk hin xhenet, të dish. Ne vetëm kryjm obligimet. Ne vetëm kryjm. Starti, fillimi i islamit edhe i krejt kësaj çështje që quhet kaos islamet, dashur vëllezër, fillon me namazin. Pejgamberi Islam nuk ka thënë kurbani është shtyllë e fesë. Çfarë ka thënë? Namazi është shtyllë e fesë. Edhe këtë kush e argumenton? Ajeti e argumenton. Nuk është thjesht thënie Muhamedi alayhis salam pse ka desh ta shkarkoje egon e tij ose frustrimin, ai s'ka pas frustrim, elhamdulillah. Por Allahu e përmend në Kur'an thotë, thuaj namazin. Pasi të bësh namazin tënd si duhet, atëherë je i gatshëm të bësh edhe kurban. Nëse ke, edhe kurbani është si tipi i zeqatit dhe i haxhit. Pse? Se ndërlidhet me materiale. Ke, do presish kurban. Nuk pret kurban, nuk therr kurban, nuk të fajson i madhi Allah. Sa e din ma mirë se ti, a ke, a s'ke. Sa ai të jep atë që ke, edhe atë që s'ke ta merr, ose s'ta ka dhënë. Nëse ke thot namazi, kurbani, wa nusuki, wa mahyaye, jeta ime, wa mamati, vdekja ime, lillahi rabbil alamin. Shumë e pastër si kristali. Këto 4 gjëra mbaj mend sot edhe u kry Islami jot inshallah. I përmbledhen shumë gjëra përmbledhen këto. Do thonë, nëse ti e bën namazin, Allahu ka thënë për namazin inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazin ndalon nga amoraliteti, nga e keqja. Do thonë, ti nuk bën amoralitet nëse falen namaz, ama nëse falen si duhet. E din çfarë është namazi? Lidhje zemrës, e shpirtit, e trupit, e mendjes, e krejt asaj qenjes tënde të brendshme dhe të jashtme me Allahun e Lëshanu. Kjo namaz. Edhe atëherë kurbani im. Kur themi kurbani im, neve me njerë në shkon mendje ke lopa, ke devja, ke dashi, ke delja, e kështu më radhë. Por kurbani, të dashur vëllezër, kurbani është më i madh se sa një dele. Kurbani është më i madh se sa një lopë ose një deve, sipas Kuranit. Pse? Sepse thot, është gatishmëria për sakrificë. Kjo është kurbani. Kur Allahu na thot, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Au ka shku ndonjëherë ndërmend ta mirni përkthimin e kësaj dove, e kësaj sureje. Është shumë interesante. O Muhammed, Allahu i thot te inna a'taina ke surja Kawthar. O Muhammed, ne ty ta dham Kawtharin. E tash, çfarë është Kawthari? Ka aty në tefsirin e Taberiut, Kurtubijut, Ibn Kathirit dhe në hadithet e pejgamberit Islam komentohet kjo, por shumica e dietarëve mendojnë se Kawthari është ai burimi në ditën e gjykimit apo në xhenet nga i cili do të pinë ujë banorët e xhenetit. Edhe këtë Allahu ja ka dhënë Muhamedit alayhis salam që do japë ujë besimtarëve në ditën më të vështirë të gjykimit. Fasalli li rabbike, shkoni, përsëri do të ndërlidhe me namazin. Shkoni si e fillon Allahu Gjelal këtë dovë. Dhe fal namaz për Zotin tënd. Fasalli li rabbike wanhar. Në 2 vende në Kur'an e gjejmë namazin para, pastaj e gjejmë kurbanin. Interesant. Në krejt vende tjera namazi është i lidhur me zeqatin. Ju dini, e kimu salate wa atu zekat. E keni ndëgju bile përmesh ndoshta ke veshje, e keni këtë mendje kur falen hoxhën namaz ose kur lexojnë Kur'an. E kimu salate mbi 17 herë namazi është i lidhur me zekatin. 2 vende në Kur'an namazi është i lidhur me kurbanin. Në surën në Kur'an e keni. Në hadithe ka shumë atë hadithi që përmendën, me thonë, nëse ke mundësi të bësh kurban dhe nuk bën kurban, atë ditë është e turp që shkosh në xhami. Nuk thot nuk je musliman, nuk thot nuk e ke namazin kabul, sa këfirullah, mos i kesh kuptojmë. Aman, ti ke, me thonë,
Çdo gjë gjatë vitit nuk kursen as darsmën, as muzikat, as kuatione, ka 12 muaj para I rezervon, kurbanin shumë e kanë bërë, edhe kanë bërë shumë, krejt parkingin e kanë bërë shumë, jo vetëm kurbanin, krejt I kanë bërë shumë tash. Ama nëse ke bane kurbanin, bane. Pse duhet ta bësh? E këtë Allahu e përmendën, wa nusuki, është gatishmëri për sakrificë. Wanhar, të salli li rabbike wanhar, edhe falju Zotit tënd dhe pre kurban. Inne shaniyeke huwa al-abtar, kjo është temë tjetër, ai që të përbuz ti është e farsosur, kjo ka të bëjë me diçka tjetër, mos sa humbim kohën me këtë pjesën e fundit. Më thonë, Allahu Gjelal dashur vëllezër, kur thash duhet të kthehemi 4000 vjet para, se historiku kurbanit fillon me Ibrahimin a.s. Amën nuk mbaron edhe tash, do të thonë, kurbani është deri në kiamet. Pse? Se 4 gjëra besimtari me 4 gjëra duhet dëshmoj se sa e don Allahu. Me namazin, me kurbanin, me jetën e tij edhe me vdekjen e tij. Shkoni, Allahu kurbanin e ka lidh me namazin, me jetën dhe me vdekjen. Që do të thonë, ti je I gatshëm o I dashur vëlla besimtar, për Allahu nuk kursen asgjë hiç. Asgjë. Nëse je në gjendje të bësh një darsëm 30.000 euro edhe 210 euro të dhimbse për Allahun, atëherë ma në pyetje nuk është kooperacia jote. Mos u idhno, në pyetje është imani jote. Ka diçka që është halama shumë pyetje. Në pyetje është sinqeriteti jot me Allahun, sa I sinqert je. Që Allahu me kurbanin këtë na bën me dije. Thot o besimtar, o Hasan, o Husein. Ibrahimi, e dini pejgamber që ka pas me emrin Ibrahim, po. E dini historinë e shkurtër emocionale të tij. Se çfarë vuaj që ka pas Ibrahimi a.s. dhe çfarë gatishmërie për të dhënë kurban gjithçka. Ibrahimi a.s. ju dini deri në pleqërisë ka pas fëmijë. Me Sara nuk kishte fëmijë, ashtu. Ka pas 2 gra. Gruan e parë kishte Sarën. Ajo ishte shumë e bukur, ka qenë femra më e bukur asaj kohë, ama s'kishte fëmijë. Mbreti I Egjiptit ka një histori, është pak si e gjatë, I dhuroi Ibrahimit a.s. kur Ibrahimi shkoi vizitë në Egjipt, I dhuroi një robresh me cilën u martua, ajo e kishte emrin Hajer. Edhe Hajeri e lindi fëmijë Ismailin. Kjo do të thonë, shkoi një periudhë gjatë që ai s'kishte fëmijë. Gati se ai fëmijë erdhi Ismaili në pleqëri, Allahu ja dha. Edhe pastaj normal atë pjesën tjetër që ju e dini shumë mirë, mbasi Allahu ja dha Ibrahimit Ismailin, normal gruaja e parë filloi të xhelozoi. Ajo xhelozoi edhe për Hajerin, ama xhelozia asaj u shtua më shumë kur asaj Allahu I dha fëmijë Hajerës, edhe ajo tha, këto 2 të më largosh nga shtëpia, edhe I çoi në shkretëtir që sot është Mekja. Interesant. Ama nuk I ka qurë rasisht. Si ka qurë rasisht. Pse nuk I qoj dikundi ka Jordani? Pse si qoj dikundi ka Palestina në Quds? Jo. I qoj me një shkretëtir e cila apo në të cilën sot është qyteti I Mekës. Nuk ishte Mekë, s'kishte Mekë. Krejt shtëtiri ishte kodra Safa, merva që e bëjnë haxhilere sot sajër I këtë më radhë. Edhe ato nuk kishin ala emra, se s'kish kur të vavene emra. E tani shikoni, Allahu përmes familjes së Ibrahimit a.s. dashur vëllezër, na tregon se si duhet të jetë një familje sot, edhe sa e gatshme duhet të jetë për Allahun të sakrifikojë gjithçka. Pse I hudhin gurët e shejtanit mine? Pse I hudhin gurët? Në mine ka ndodhur historiku më interesant kur shejtani shkon edhe I thot Hajerës, Ibrahimi djalin nuk ta ka qu misafir, ta ka qu të ta therje, ta bëje kurban dhe me kapani andër. Edhe Hajeri e gjuan me 7 gurë, ashtu. Shkon pastaj te djalit, te Ismaili. Djali vogël, sa ka fillu të heci kështu, ndoshta më I madh ka qenë tash, por djalë, fëmijë ka qenë. Dhe I thot baba nuk çon misafir, çon të therje. Edhe ai e gjuan, thot nëse Allahu e ka urdhëruar, thot largohu. Shkon ke Ibrahimi a.s. I thot o Ibrahim, atë ëndrën që e ke pa nuk është prej Allahut, është prej shejtanit.
Ibrahimi e gjuhë me gur 7 herë, 7 gur dhe i thot, ti e shejtani, largo. Një familje, baba, gruaja, fëmiu, komplet janë të gatshëm të kurbanizohen, të flijohen, o i dashur vëlla. Nëse ato kanë qenë në gjendje të japin jetën për Allahun, nëse jemi në gjendje të therim një kurban, 210 euro, është si vjetë. Tash dikush më njëherë dhe shohën edhe në televizor dhe në rrjetet sociale, ave keni bën me komente shumë shtrenjtë, ave mos therr, nëse hin shumë shtrenjtë lirë, mos therr. Kjo është për ata që janë të gatshëm. Nuk janë për ato që bëjnë komente në për Facebook, në për TikTok ose Instagram. Për ato që janë të gatshëm, edhe për ato që u shkon në ndërmend, Ibrahimi ishte i gatshëm djalin të bëj kurban për Allahun, mu më dhimë se në 210 euro. Krizë është shumë, edhe unë jetoj këtu si jam për Jupiteri, në çdo gjë është bërë krizë, këtë di, ama mos therr. Piti mos therr. E di pse mos therr? Se hin gjina. E pagujta më shumë, ma do çkuletër, ki hoxhos, ku e di unë. Mos therr, jo. Se, e di pse mos therr? Sepse e pagu një gjina. Jo, ti s'pagu në kurban. Ti pagu një gjina 210 euro apo gjina. E në gjina ti jenë bo shtritë. Problem është. Andaj, sinceriteti jonë do t'jetë shumë i matët i dashur vëlla, karakteri i matët do t'jesh. Allahu di çfarë thot në surën En'am. Te Allahu shumë e bukur është kjo. Ke Allahu nuk mbrin as gjaku juaj i kurbanit tuaj, as mishi i kurbanit tuaj. Walakin yenaluhu taqwa minkum. Por mbrin devotshmëria juaj. Edhe Allahu, devotshmëria, gatishmëria, sinceriteti, dashuria jote për të sakrifiku për Allahu. Edhe xoja atë psikologjinë e kurbanit të Ibrahimit. A deshi vërtet Allahu ta shohe si e therrën Ibrahimi gjallë. Ku ka therrën e gjallë? Edhe mos na keq kuptojnë edhe dëgjuesit po dhe ju. As pak. As 1% Allahu nuk ka desh ta shohë se si e therrën Ibrahimi gjallin. Por urtësinë e therrjes së djalit Ibrahimi se ka ditë. Ai vetëm ka tregu gatishmëri, por nuk e ka ditë që Allahu nuk don kita therrje gjallin. Ai ka menduar se don. Ku e dim ne Allahu çfarë ka desh të bëjë me Ibrahimin. Po tash e dim, normal. Po Ibrahimi se ka ditë, Ibrahimi ka thonë, o Zot, a ti thua po. Dhe bëjë dhe gjallin, s'ka problem, kurban. Allahu s'ka desh të shohë, edhe s'ka desh që Ibrahimi gjallin të bëjë kurban. Jo. Allahu, e kjo në psikologjia e kurbanit, Allahu ka desh që të shohë a ka mbet në zemrën e Ibrahimit ende diçka e kësaj dynjaje, që është i lidhur ai. E kuptoni? Se historie e gjallit Ibrahimit, Ismaili, është shumë interesante. Se kish gjallë. Por imagjinoni sot, për shembull, një bab, një çift bashkëtorë që nuk ka fëmijë. S'ka fëmijë gjatë 30 vjet. Mbas 30 vjetëve, Allah i thot, tash do ta fëmijë. Ja fëmijë. Fëmia fillon çeshje, të folje ka pak, moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, 4 vjeçare, 5 vjeçare mo lidhet shumë me babën, me nanën. Ma më fut Allah i thot, tamam tash. Haj shko there për mu. A do e kish vadi kush? Askush, askush, me garancë. Ibrahimi tha po, se Ibrahimi ishtë njëri, prej gjaku, prej kocit, prej sistemit nervor, anatomin ton, krejt njësoj. Por ishtë i zgjedhur i Allahut, i cili ja dha besën Allahut që unë për ti do am ditë gjithçka. Edhe Allahu deshte të shoh, a ka mbet në zemrën e tij diçka prej kësaj dynjaje. Edhe psikologët islam thuan, kurbani nuk është thjesht therrje delës dhe dashit dhe lopës. Kurbani është therrje e egos. Ne bëjmë kurban egon tonë, o i dashur vëlla. Çfarë është egoja? Egoja është ajo pjesë e brendshme në trupin tonë që anon gjithçka, çdo herë ka epshi, ka dashuria për dynjan mbi Allahun, ka dashuria për krenarin mbi të vërtetën, ka dashuria për të zezën mbi të bardhën, do të thonë gjithmonë anon nga ajo që ta kënaq ti nefsin tënd.
Edhe dashuria që të kesh një 500.000 euro në xhep është ego. Edhe dashuria që të kesh një 210 euro në xhep është ego. Edhe në momentin që kjo dashuri e 210 eurove ty të rritet, se shejtani çfarë don, atëherë Allahu thot më jep mua këto, të jam për mua. E në të zesh, hiq, ai hiq, ha? E kam fjala me nefsin, ti po luftë me nefsin, jo me Allahu. E kjo është ajo, gatishmëria sa je i gatshëm të sakrifikosh për Allahun e Lëshanu. Kjo është. Kjo është kurbani. Allahu deshti të shoh, edhe don të shoh ke ne, dashur vëllezër, në këtë dynjë ne folim edhe ne xhollarët, pa edhe kur zate kemi bashkë në mëxhlise të ndryshme, unë e dua Allahun, më para e dua pejgamberin, e dua babën edhe e dua nanën. Këtë kemi mësuar për mend kur ishim vogli, sa kemi filluar të folim, ashtu. E këto që i kemi mësuar këto shablone për mend kur ishim të vegjël, sot vjen koha ti praktikojmë. Sa e don Allahu. Allahu ne desh ka aq shumë sa që të dhimbse në 210 euro. Ose Allahu ne don aq shumë, ha? Sa që të dhimbse në 7.000 euro për haxhillok. A bon shtrejt, mos shko, sos kjo punë. Këtë pasronja. Haxhilloku, zeqati, kurbani janë për ato që kanë, dashur vëllezër. Hiç pa ngarkes, hiç mos u ngarko. Abe nëse pak, jo të prishet zemra, nëse pak e shes që 210 euroja ta prishën në rendin e shtëpis, ama të rendin vital, jo për do të blej iPhone 16 ose 17, jo për iPhone-in. Ta prishën në rendin, për shembull, atë japësh vajzës për fakultet, ose djalit për fakultet, ata presësh kurbanin, jepja djalit. Le shkruaj fakultet. Djalit jepja vajzës. Bleje mielin, bleje vajnë, sheqerin, krejt, s'ka problem. Kur ti kesh krejt tamam, therë dhe kurbani, usos punën. Nuk i ke tamam, mos e therë. Allahu don që ti t'jesh rahat. Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Në Kur'an e keni mirë një ajetin, ditë rëvende përmendet në njëjtin kontekst. Allahu don që u lehtësoj, o i dashur Allah, nuk don që u vështirësoj. Ke pare të shkojsh në haxhillak, nuk ke Zoti nasip të bo, nuk të boni nasip, se vapin e ke sikur me shku, të garantoj unë, si hoqë. Nisoj, sikur ato që kanë shku, edhe ti që s'ke shku, po ke shumë qejf, e ke njëti se vapi, inshallah. Të argumentoj ma jetë kuranor, po. Walakin, jenaluhu takwa, a thot për kurbanin që nuk shkon mishi dhe gjaku ke Zoti, po. Po edhe të haxhillaku, nuk shkon trupi, nuk shkon euroja, nuk shkon autobusi, nuk shkon Airbusi. Shkon shpirti jote dhe takvallëku jote dhe gatishmëria jote që ti të rish për Allahun të sakrifikosh gjithçka, të shtihesh në tavaf, mund edhe të mysin, mund edhe të vdesin, mund gjithçka o Zot, le të ndodhi gjithçka, un kam qejf të çoj urdhnin tënd në vend, o Zot. Ai këtë vlerëson. Ashtu thuam psikologët islam. Jo çfarë duam ne në këtë dynjë, por çfarë don Allahu. E Allahu don kurban do pres. E Allahu don haxhillok do shkoj. E Allahu don të vritën për ato, do vritën për ato. A thonë të në ajet, inne salati, wa nusuki, wa mahjaje, wa mamati, lillahi rabbil alamin. O Zot, Allahu e mëson pejgamberin, neve sot na mëson. Thuaj, namazin, që është shumë e rëndësishme, kryesorja është, shtylla. Kurbani im. Jeta ime, se dhe jeta është lloj kurbani, ashtu. Vdekja ime, shpirti është e dhurata më e madhe, më shumë neve krejtve këtu bashkë me mua që na dhimbse, o shpirti, e dini. Shpirti, pastaj vinë ato tjerat. Ama krejt këto që na dhimbse, lillahi rabbil alamin, për Allahun Zotin e botrave. Këtë gradë, këtë shkallë, kur dhe arrit, kemi arrit në nivelin e dashurisë mes nesh edhe mes Allahu Gjeleshanu. Kjo do të arrit dashurisë. Edhe me kurbanin, edhe me namazin, edhe me jetën, edhe me vdekjen, edhe me haxhin, edhe me gjithçka tjetër. Allahu inshallah i pastron zemrat tona inshallah. Inshallah haxhileret tonë që kanë mbrish shëndoshë mirë, inshallah kënaqen dhe i kryjnë të gjitha obligimet ashtu siç duhet, bëjnë dua edhe për vetët e tyre që Allahu atyre do ia fal gjitha gjinat, por edhe për ne që i kemi porositur inshallah, edhe të na kthejnë shëndosh e mirë
edhe Allahu inshallah u abof nasib gjithë atyre që nuk kanë shku të shkojnë edhe na pranoj neve kurbanet tonë, agjërimet tona që i kemi agjëruar të ditë të bukura të Dhulhijhes inshallah. Dalim për këtij muaj edhe për kësaj feste me ibadete të pranuara inshallah, me haç të pranuara tyre, me kurbanet të pranuara inshallah. Walillahi al-Fatiha. اللهم صل على